Me bankën popullore në botën e financave, këshilla për menaxhim me financat personale. Mjetet financiare janë të kufizuara dhe duhet t'i menaxhojmë me kujdes si individualisht ashtu edhe në familje. Pika e fillimit është gjendja juaj aktuale financiare, si dhe rrjetat financiare, pagat dhe të ardhurat e tjera për muajin, prej të cilave duhet të zbriten detyrimet e pagesave dhe shpenzimet e domosdoshme për të njëjtin muaj. Krijimi i një plani financiar dhe vendosja e qëllimeve konkrete financiare për një afat të shkurtër, të mesëm dhe të gjatë është e dobishme. Është shumë e rëndësishme të jetoni brenda mundësive financiare. Është shumë e rëndësishme të bëni dallimin ndërmjet nevojave dhe dëshirave. Rregullisht ndiqni planin financiar dhe rregullisht paguani detyrimet. Mos e futni veten në vështirësi financiare. Vlerësoni aftësinë për një huamarrje të re dhe vetë dielsohuni që duke nënshkruar një marrëveshje kredie, jeni të detyruar të paguani mjetet e huazuara. Përpiquni të kurseni para për situata urgjente sepse e ardhmja është e paparashikueshme. Bëhuni të mençur me parat. Mbështetur nga Fondi Evropian për Europën Juglindore.